mas shumë granata se kuptohet në luftë e shumë shpejt mëson vesh me granatime. Edhe e kupton granata kur shkon larg edhe kur është afër. Sakt. E kupton edhe kur është shumë afër. Ata kupton. Ishte një granatë ulshu, një granatë ndër tjerat që ishin edhe më larg, kjo që e kuptohet që është shumë afër. Shumë afër. Aja ra një 70 metra më nalt dhe nuk e kapi kërkon, përveç asaj krizmës që shon të mërshme, po kështu dom nuk bani. Pas 1 minutë 2 bjen një granatë tjetër, shihet edhe ajo që kamera edhe më afër, bjen edhe më afër me. Edhe asaj i shpëtoj. Nuk kalon shumë kohë, tu menu, veç se tu pas në me ndru pozicionin, veç se lëqohet granata tjetër. Po kjo thash, prej zhurmës kuptohet që i thash vetës që kjo është e jemja. Aja bjen me një afërsi, po thuj se në gjithë me trup. është pa imagjinueshëm, është kështu me thonë, ose me mendu, po pozicioni ku isha unë i shtrirë, ishte nivel ndoshta më poshtë se granata kura, edhe pse ka qenë gjithë me trup, më ka kalu në për trup, po shumicën e granatës si për trupit. Fillimisht nuk e besova dhe që ndjenja parë ishte që më pandohë, se ishte ashtë ndjenjë e randë, ashtë shumë ndjiva për trupi edhe granatës, sa që mendoha që më ka këput komplet, po vetëm kështu momentin që më hala i vedishëm. Bile di një moment që më kishte hedhë, granatë pak e preksha me dur, ku e kam armën. Shumë shpejt, në sekonda me thonë, veç vjen besimi, edhe vjen të krytë dhe më folë, unë e pyta që kam gjendin që isha i bidën që kam shumë atranë se sa që ishte, se harroj korë, dhe më në qysh se 3 kemi qenë, nuk i ku pas 21 vjetë, 22 kam ba në luft, besimi ka që qenë 20 vjetë, po ashtë pregaditun a i filloj me zbut këgja shumë plagën. Po unë e përjetova ato mirë, dhe më thonë, dyqysh që i besova që është pak. Po plaga kështë e qenë të mërshme, plaga kështë e qenë shumë e madhe, sa që gjithë shokët që kanë qenë aty, e thojnë që nuk kanë besu që do të pështoj, edhe ata e kanë provu me mu së gërën që e kanë provu ma herët me Bacën Harun.